Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama paralajmëroi sot nisjen e një operacioni të gjerë në të gjithë vendin kundër vjedhjes së energjisë, ku do të angazhohen edhe strukturat e policisë. Zoti Rama tha se kjo do të jetë një luftë me të gjithë hajdutët e energjisë dhe se ajo do të nisë me ata që kanë biznese por që e vjedhin energjinë. Ai shtoi se të gjithë kanë vetëm 5 ditë kohë që të kthehen në binarët e ligjit, siç u shpreh ai, para se të nisë operacioni. Me ndryshimet e fundit ligjore, kush kapet duke vjedhur energjinë rrezikon 3 vjet burg, ndërsa ndëshkimi shkon në 5 vjet për ata që drejtojnë biznese dhe shfrytëzojnë në mënyrë të paligjshme energjinë. Njofton nga Tirana korrespondenti Armand Mero. Ky është një operacion ku pa as më të vogël dyshim do të duhet që çdo vjedhës i energjisë të përballet drejt për drejt me ligjin dhe për çdo vjedhës e energjisë të ketë ndëshkim si për çdo hajdut tjetër. Vjedhja e energjisë në Shqipëri që vazhdon prej shumë vitesh është kthyer në një sëmundje e cila rëndon ndjeshëm mbi ekonominë e vendit, por dhe mbi xhepat e asaj pjese qytetarësh të cilët e paguajnë atë rregullisht. Është paktën 150 milionë euro kostoja e përvitshme e vjedhjeve. Do ta fillojmë nga ata që janë problemi kryesor. Nga ata që kanë fabrika, kanë bizneset mëdha dhe që paguajnë sa një sahat familjar. Dhe nuk do t'ju ndahemi. Dhe kam 5 ditë kohë që të rikthehen në binarët e ligjit. Ky operacion përbën një sfidë të vërtetë për qeverinë. Shpesh janë ndërmarrë aksione kundër vjedhjeve të energjisë, por situata thuajse nuk ka ndryshuar. Vetëm gjatë këtij viti janë ndërprerë afër 600.000 lidhje të paligjshme, por një pjesë e tyre janë kthyer duke u rilidhur sërish, edhe sepse ndëshkimet kanë qenë të pakta ose me masa të papërfillshme nga gjykatat. Janë 1512 denoncime të bëra nga operatori shpërndarjes në prokurori vetëm për 9 muajt e parë të këtij viti, por vetëm për 103 prej tyre ka përfunduar gjykimi. Për këtë arsye, kryeministri Rama përdori edhe një gjuhë të ashpër ndaj gjyqtarëve. Një gjë ta kenë qartë gjithë gjykatësit që vazhdojnë, lëshojnë pas një të drejtë ata që kapen në flagrancë për ndërtime pa leje. Apo që trajtojnë hajdutët e energjisë elektrike si kalimtar, do t'i trajtojmë njësoj si hajdutët e energjisë elektrike. Dhe nuk do t'ju ndahemi. Sepse ligji është i qartë dhe është i prerë për të gjithë. Aksioni i paralajmëruar sot vjen dhe pas ndryshimeve ligjore që u bën kodit penal ku tani më vjedhja e energjisë dënohet me 3 vjet burg dhe kjo mas shkon në 5 vjet nëse vjedhja bëhet nga sipërmarrjet. Sektori energjetik është sot ndoshta më problematik, ai është zhytur në një zinxhir borxhesh. Autoritetet kanë premtuar një reformë të thellë, Banka Botërore dha së fundi një kredi për $150 milion në mbështetje të këtij sektori. Debate të shumta ndërkohë kanë nxitur mundësia e rritjes së çmimit të energjisë. Kryeministri Rama tha sot se nuk do të ketë rritje të çmimit, por se do të hiqet fasha mbrojtëse deri në 300 kW, dhe se për këtë familjet e varfëra dhe pensionistët do të rimbursohen nga vetë shteti. Por për Partinë Demokratike, një masë e tillë do të ishte praktikisht një rritje direkte e çmimit, duke cilësuar të gënjeshtër deklarimin e zotit Rama për të kundërtën. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.